Pikërisht për arsyen se mungojnë dokumenta të shkruar nga vetë pellazgët, kjo përbën një nga sfidat kryesore në studimin e tyre. A është e mundur që një popull kaq i përhapur të mos ketë lënë asnjë alfabet, asnjë tekst, apo mos valli i kanë fshehur, shkatëruar, apo thjesht historia nuk i ruajti? Homeri përmend pellazgët si aleat të trojanëve në Iliad. Herodoti thotë se ata ishin një popull i egër, por i drejtë. Straboni shkruan se ata banonin Dodon dhe kishin tempuj të shenjtë. Nëse grekët e lashtë i quanin të parët dhe romakët i respektonin, pse historia moderne i mban nije, që nga rilindja kombëtare, shumë figura shqiptare si Sami Frashëri, Pashko Vasa, Jeronim Derada i përvetësuan pellazgët si pararendës të shqiptarëve. Duke e parë këtë si provë të autoktonisë në Ballkan dhe si kundërpesh ndaj pretendimeve helene apo slave. Kjo ishte një përpjekje për të ndërtuar identitetin kombëtar dhe për treguar përkatësi në Ballkan. Por kjo qasje nuk ka mbetur pa kritik. Historian bashkohor si Oliver Jens Schmidt dhe Noel Malcolm theksojnë se mungojnë prova konkrete që lidhin shqiptarët me pellazgët. Sipas tyre, kjo është më tepër se një ndërtim ideologjik i shekullit të 19, sesa një fakt i mbështetur në të dhëna shkencore. A është atëherë kjo një ëndër romantike, një projekt identitar i frymëzuar nga nacionalizmi, apo një vërtet e fshehur në pluhurin e mijëvjeçarëve që ende prej të zbulohet? Për të vërtetuar këtë pyetje, studiuesit kërkojnë për prova arkeologjike. Në zemër të Ballkanit, Shqipëria ruan gjurmë të lashta që mund të na çojnë drejt një prej mistereve më të mëdha historike, lidhja mes pellazgëve dhe shqiptarëve të sotëm. Në zona të ndryshme të vendit, studiuesit kanë gjetur dëshmi të një qytetërimi të errshëm që nuk përputhet qartë me asnjë prej kulturave më të njohura historike. Janë zbuluar mure dhe ndërtesa të mëdha me gur të mëdhenj, të papërpunuar, ose ndryshe monolite, që njihen si struktura ciklopike. Këta janë muret ndërtuar me gur gjigant, pa përdorur llaç apo ndonjë material lidhës tjetër, që duken si të ndërtuara nga gjigant mitologjik. Këta varre të lashtë dhe artefakte që nuk lidhen qartë me asnjë kulturë tjetër, cilësohen shpesh si pellazgjike. Studiues të shumtë sugjerojnë se këto vepra jo vetëm që janë vepra të pellazgëve dhe konsiderohen si dëshmi e një qytetërimi të errshëm dhe të fuqishëm, por ato përfaqësojnë një vazhdimsi kulturore që lidhet me shqiptarët e sotëm. Tempulli i Dodonës në perëndim të Greqisë është një nga vendet më të rëndësishme fetare të antikitetit dhe lidhet me pellazgët. Sipas Strabonit dhe Herodotit, Dodona ishte një nga qendrat e kultit më të vjetër në Evropë dhe banorët e saj, pellazgët, ishin të njohur për orakujt dhe tempullin e tyre të shenjtë, i cili daton në mijëvjeçarin e dytë para Krishtit. Të tjera zbulime dhe mbetje arkeologjike provojnë akoma më shumë rënjët pellazgjike. Zbulimet në jug të Shqipërisë dhe Epir tregojnë për një kulturë të errshme me tipare të ngjashme me ato të pellazgëve. Këtu përfshihen varre dhe objekte kulturore që dallohen nga ato greke apo romake.